Mjeku shqiptaro-amerikan Rifat Latifi, drejtori i projektit telemjekësisë në Ballkan, thotë se pa mjekësi moderne dhe të fuqishme nuk mund të ketë as demokraci të mirëfillt dhe as siguri dhe as pavarësi të plotë. Duke kritikuar gjendjen e mjekësisë në Kosovë, Dr. Latifi thotë se fusha e mjekësisë mbledh ndër kuadrot më të spikatura që ka një vend, por që në Kosovë të gjitha këto vlera ende nuk janë kushtuar rëndësia e nevojshme. Dr. Latifi, shefi pavionit të ndihmës së shpejtë në Spitalin e Universitetit të Arizonës, i bëri këto komente gjatë një bisede me kolegun ton Astrid Lulushi. Dr. Latifi, këtë muaj mbushët është 6 vjetorin e fillimit të programit tuaj të telemjekësisë në Ballkan, Kosovë, Shqipëri, Maqedoni. A mund të thoni diçka rreth sukseseve të arritura, por mos harroni edhe mosarritjet tuaja? Astrid, ju faleminderit. Po tash u bën 6 vjet që kemi filluar me programin e telemjekësisë Kosovës. Edhe në vitet e fundit ky program është duke filluar edhe duke u përhapur edhe në vende të tjera në Ballkan, siç është në Shqipëri, në Maqedoni, Malzi e vende të tjera. Ne kemi arritur suksese të jashtëzakonshme, por natyrisht kemi shumë çka për të bërë. Përderisa për çdo javë në Kosovë dhe edhe në faqen tonë të internetit ne mbajmë ligjërata të cilat prapën mbahen nga Arizona në Prishtinë edhe pastaj në gjitha spitalet e Kosovës. Kjo është një arritje jashtëzakonshme për neve, nga se ne kemi një pjesëmarrje shumë dinjitoze, një pjesëmarrje të rëndësishme të mjekëve, të infermierëve. Megjithatë neve kemi mjaft hapësinë për të punuar dhe për të përmirësuar. E neve ende nuk po e përdorim telemjekësinë sa duhet, sa i përket smundëve, sa i përket pacientëve, e sidomos brenda shtetit. Smundët nga Prizreni, nga Gjakova, nga Peja, ende shkojnë në Prishtinë, një pjesë e tyre mund të menaxhohen përmes telemjekësisë. Sëndosë në një mënyrë kemi arritur suksese të jashtëzakonshme. Kemi rrjetin e shkëlqyshëm, kemi një pjesëmarrje masovike sa i përket edukimit të mjekëve, të infermierëve. Pastaj programi që kemi mbaruar, që është financuar nga Departamenti i Shtetit Amerikan. Megjithatë neve na duan edhe shumë kohë për me bë telemjekësinë si pjesë të praktikës tonë ditore. Doktor, gjithmonë thuhet që shëndeti është me të gjitha, por në fakt sa rëndësi kushtohet mjekësisë, për shembull Kosova sot është një shtet. Cila është gjendja e mjekësisë atje, sepse dëgohet shpesh që pacientët nuk mund të gjejnë shërbim ose nuk kanë besim edhe shkojnë kurojnë jashtë në vende të tjera të Evropës. Është kjo arsyeja sepse mjekësia kosovare nuk është një gjendje, nuk i përballon kurimin ose mjekimin, trajtimin e pacientëve të tillë? Ky është një problem jashtëzakonisht i madh. Është problem shumë kompleks. Është humbje jashtëzakonisht e madhe për Kosovën, po edhe për çdo vend tjetër, kur pacientët shkojnë kërkojnë ndihmë në vende të tjera. Kjo shprehje mosbesimit në mjekësi në vendin tonë, po fatkeqësisht është humbje e madhe fillimisht materiale, po pastaj edhe shkencore, nga se smundit janë ata që i mësojnë mjekët. Edhe mjekët janë ata që i ndihmojnë smundëve. Nëse ne si mjekësi kosovare dhe mjekët kosovarë nuk janë qenë me menaxhu rastet e rënda komplekse të smundjeve të ndryshme, ne nuk mund të mësojmë studentët tonë, mjekët e rinë në specializim. Prandaj është humbje e jashtëzakonisht e rëndësishme edhe humbje e madhe e mjekësisë nëse smundit shkojnë jashtë. Është jo një rreth i pafund, nga se nëse nuk kemi spitale moderne, nuk mund t'i mbaj pacientët tonë. Por nëse nuk kemi pacientët tonë t'i mbajmë këtu në Kosovë, ose në Shqipëri, ose në Maqedoni, ose kudo tjetër, atëherë ne nuk mund ndërtojmë spitale komplekse, nuk mund ndërtojmë sistem modern mjekësor. Unë kam përshtypjen se ende nuk i kemi kushtuar sa duhet kujdes mjekësisë në Kosovë. Doktor, ju jeni një zë, si thuaç, i jashtëm nga Amerika, i drejtoni atje. A ka gjetur këto thirrjet tuaja për kraje të brendshme nga kolegët tuaj në Kosovë? Unë besoj se në vend që të bisedojmë se kush është jashtë e kush është brenda, ne është më mirë të bisedojmë që ta krijojmë një ekip të përbashkët. Kosova ka njerëz shumë jashtë vendit. Ka ekspert shkëlqyshëm jashtë vendit. Është koha që ti mbledhim këta zona, këta ekspert, dhe ti bëjmë pjesë të ekipit që punon prej brenda Kosovës.
Ne kemi me të jashtëzakonshëm jashtë Kosovës. E kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një mikun tonë më të madh. Ne duhet të përdorëm ekspertët për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe për vendet tjera evropiane dhe aziatike, vendet tjera. Edhe ta krijojmë një ekip që thom, shiko, për një vjet e rashëm, s'kemi më bëu asgjë tjetër, por do ta krijojmë strategjinë shekullore për zhvilluar mjekësinë. Doktor, pak i dëshpëruar, por gjithmonë optimist. Ju faleminderit. Ju faleminderit shumë. Unë jam natyrisht se ne kemi arrit suksese të jashtëzakonisht mëdha në disa vitet e fundit. Tash është koha që gjithë secili prej neve, edhe shteti, edhe pacientët, edhe mjekët, edhe miqtonë. Po sidomos ne që jetojmë jashtë Shtetit të Bashkuara të Amerikës, me u kthy në Kosovë, me bisedu sinqerisht e shtruar edhe me zhvillu mjekësinë në Kosovës. Kjo nuk zgjedhje tjetër nuk ka. Ju faleminderit. Ju faleminderit. Mirupafshim.